E pyetën një njeri të urtë se çfarë kishte mësuar gjatë viteve të kaluara, dhe ai u përgjigj: Mësova se nuk ka sëmundje më të rëndë se zilia, nuk ka dhuratë më të madhe se shëndeti, dhe as pasuri më të madhe se udhëzimi i Allahut. Mësova të bëj mirë pa pritur asgjë si shkëmbim nga njerëzit, në mënyrë që të mos mbetemi befasuar apo i zgënjur. Mësova se njerëzve nuk mund t'ju bësh kurrë qefin të gjithëve, por vazhdoj të bëj mirë jo për hir të njerëzve, por për hir të Allahut, sepse ai i do mirëbërësit. Mësova se shumë njerëz lidhen me ty vetëm derisa të nxjerrin ndonjë përfitim e pastaj ta kthejnë shpinën. Mësova se askush nuk më është dërguar rastësisht, dikush si mirësi e dikush si leksion se si nuk duhet të jem. Mësova të dua vetëm për hir të Allahut dhe ndjeva se çfarë mirësie e madhe është kjo. Mësova se nuk ka asnjë të mirë tek ai që nuk sillet mirë me bashkëshorten dhe familjen e tij. Mësova të jemi durueshëm me të gjithë, por më së shumti me veten time. Dhe mësova se vetëm Allahu i Madhërisëm më ka ndihmuar atëherë kur e kisha më së vështiri.